Mbaj mend 20 korrikun e vitit 2016. Ne ishim në pushime në Kordo. Unë isha 9 vjeç dhe ishte i testuar. Ishte në një plasë që quhej Polper. Po, mami kishte veshur një palë pantallona të bardha dhe sipër kishte një palë me babanj në ngjyrë blu. Dhe po pinte disa cigare që quheshin Consolata dhe kishte shiemente. Po, ajo nuk po notonte, por ishte shtrim mbi një peshqir me vija të kuqe dhe të bardha. Dhe po lexonte një libër nga gjë të tjerë, si i quhej Maskerade. Po, pasi mbaroi banjën e diellit ajo u çua dhe shkoi në ujë. Dhe tha: "Që ka briskuj." Dhe më tha që do unë të shkoja, por mua nuk më pëlqen noti, nga që se nuk më pëlqen që t'i heqë rrogën. Po ajo më tha që unë t'ishte vje pak pantallonat dhe të shkoja. Kështu që e bërë. Dhe ajo tha: E shikon, përse mrekulluesh. Më pas ajo u shqit në ujë, po unë mendova se mos e rëmbi në një peshkaqen ose në një krokodil edhe u bëri ta shumë. Më pas ajo dolli përsëri nga uji, zjati dorën si e rashke dhe më tha: Kristofer, mos ki frikë, jam unë këtu. Preke dorën time. Preke dorën time, Kristofer, e shikon? Nuk ka peshkaqen këto ndonjë. Kur ishim në park, zonja Aleksandr tha: "Do të tregoj diçka për mos i tregoj babait." E të tjera, mami thoshte: Se nuk do isha martuar me babait tënd. Do të isha në jug të Francës, e martuar me dikë që quhet Jean. Ai do të ishte ustar atë vend. Do të rregullonte orendi për njerëzit, do të ndërtonte garë. Ne do të kishim një shtëpi të vogël me një verandë sipër, edhe sipër saj do të rriteshin fiq. Dhe në fund të gardit do të kishim një kopës të vogël me luledielli dhe qyteti do të dukej në horizont mbi një kodër. Ndërsa mbrëmjeve do të qëndronim aty duke pirë cigare dhe verë të